Se kam dëgjuar ndonjëherë. A shoqërohet me eskort dhe me makinë të blinduar ai? Po, eskort po se di që është makinë blinduar, se eskort edhe presidenti ka ministrat. Po, i keni parë për kryeministrat dhe presidenti i Evropës që shkojnë me bicikletë në punë dhe bajnë radhë në dyqan si të gjithë tjerët? Apo si keni parë? Avokat, ne jemi larg standardit Austrisë. Se ai Austrisë të ndalojmë këtu, pse jemi larg atij standardi? Nga vjen mosafrimi me atë standard? Kush e frenon atë standard që të vjen në Shqipëri? Po ta them unë. E frenon diktatura, e frenon grabitja, e frenojnë krimet, e frenon tradhtia që i bëhet këtij populli. Dhe ata trëmben. Dhe Berisha me makinë të blinduar, dhe Edi Rama me makinë të blinduar. Me eskort Berisha, me eskort dhe ky. Zotëri, unë nuk bëj thirrje shqiptarëve nga kanali juaj, se e di që shifet. Hapni syt, dilni në protest dhe denonconi shitjen që po i bëhet Adheut tek Izraeli. Adheu po shitet te Izraeli. Adheu po shitet te Netanyahu, jo te qytetari thjesht izraelit, të cilin dhe atë duan ta përzën andaj ta sjellin këtu ta shtyrdgjynosin dhe atë të pastaj atë perl mezetare ta marrën që futët ata Rothschildët me shok. Avokat, nga njëra ju thoni që protesta është e kapur, nga ana tjetër ju bëni thirrje që të ditet protestë. Ka një gjë që s'shkon këtu? Jo, shkon tamam. Jo të dalen në protestë për të thënë ai revolucioni flamingove. Se nuk e prish puna njëru vina po si flamingo të Shqipëri, jo zotëri, jo. Kastile e futën atë term me qëllim që të largohen nga çështja themelore. Do vim tek një problem tjetër. Po, edhe diçka para se shkojmë te problemi tjetër, avokat, për këtë pjesë, sepse ju në gjitha biseda që ne kemi bërë së bashku, analizave u keni goditur në shenjë, në kokë, për ta thënë me gjuhën popullore. Tani, me këtë valë që ndodhemi tani, si mendoni që do mbyllet kjo, avokat? U shua protesta, mbaroi. Si u shua? Po, ja do ta shohësh. Nga momenti që flitet për revolucion flamingo, ka mbaruar protesta zotëri. Nuk u devijua nga objektivi kryesor, nga ndalimi i shitjes së trojeve shqiptare në Izrael. Projekti thot ai këllira i gjatë, vazhdon thot ju bini një teleqes sa doni do dilni jo 500.000, po 500.000 të dani thot, unë nuk e ke që këtu thot na pushteti. Pra ai ka dalë atje me qëllim që o të iki me gjak, të derë gjak shqiptari si që duan komunistët që kanë në gen gjak derdhjen, ose të rejë aty në karike. Ndryshe me atë nuk ka. Ndaj, unë i bëthirje ambasadës amerikane, ambasadës gjermane, ambasadës austriake dhe ambasadës turke. Këtyre shteteve, ju bëthirje, qoni dhe na dilni zot, sepse Edi Rama kërkon gjakderdhje në Shqipëri. Kërkon gjakderdhje. Ai në fakt avokat të s'pa kërkon në gjykimin tim, se atje s'ka as policë, as i gjë, atje është paqe, gjithçka. Ja ta provojnë, të lutem, ja ta provojnë të vejnë njerëzit në zyrat të tij, të shohin se ka po s'ka gjakderdhje, ka po s'ka policë. Atë janë me qindra policë civil, zotëri. Ju nuk i shifni, hajini në protestë të shikoni. Janë me qindra policë civil, ne i shikojmë si mu dalë. Unë nuk jam 80 vjeç që të mos marrë vesh se ç'bëhet rreth meje. Dhe fakti që mua më kërkojnë jashtë quajturi grup organizator që janë ata agentët ati që ka vënë Edi Rama dhe Sali Berisha, të mos dalë të flas, do të thotë që unë jam rrezik për ta. Do të thotë që unë kërkoj me çdo kush që protesta të kanalizohet te mos shitja e Adheut. Do të thotë që protesta të jetë në interes të shqiptarëve dhe fjala ime të jetë në interes të shqiptarëve. Jo duan të revolucioni flamingo të këtallën. Dhe edhe një tjetër se e harroj pastaj. Flitet vazhdimisht të tërë flasin turizëm. Pëllet dhe Berisha ndej turizëm, pëllet dhe Edi Rama këtej turizëm. Ç'është ky turizëm? Pa ma thoni çik të turizmi çdo han. Sepse ti malet, dore paketën e maleve, do që ti privatizosh.
fushat po s'kan asnjë prodhim, ushqimet edhe zazavatet edhe frutat e tëra i bie nga Serbia dhe nga Greqia dhe nga Kreta vijnë nomadet, atëherë ky turizëm me sa do mbahet? Pra praktikisht, zotëri kush di logjikë ekonomike, Shqipëria kthehet në një treg, kthehet në një treg për shitjen e prodhimeve greke dhe serbe. Për këtë i mësojnë turizmit këta. Jo për të ngritur ekonominë shqiptare, jo për të jetuar shqiptarët me djesën dhe me punë me tyre, por për të shitur prodhimet serbo-greke. Dhe ndërkohë thonë, po humbasim 4 miliardë gjysmë euro, thotë. Jo zotëri, nuk humbasim 4 miliardë gjysmë euro sipas asaj thua ti. Edi Rama, se po drejtojmë këtu të më shikosh. E di që më shikon dhe më ndjek, se mi ke dërguar dhe se i menët. Por po të them mua ti s'më gënjen dot. Ti mua nuk më gënjen dot sikur të dalësh dhe njerë nga ke dalë. Ti zotëri e armik i këtij populli, e armik i Shqipërisë, ti je një gjujsh pa origjinë dhe pa rënjë në tokën shqiptare dhe ti kërkon me çdo kush që të shkatërrosh Shqipërinë. Ti zotëri nuk do të arrish këtë që do që të arrish, sepse Shqipëria nuk është pa miq. Shqipëria nuk është pa mbrojtje. Shqipëria ka mbrojtje dhe mbrojtja më e madhe e Shqipërisë jemi ne që jemi këtu dhe miqtë tanë pasaj që mund të na ndihmojnë. Avokat, ai tha që mua po marrëgëton